Selvia ja u shpërthen në lot. Prita të shija në Big Brother, por Royali po rritet pa ty. Në një kohë kur i gjithë vendi feston nisjen e Big Brother VIP për Selvia Jaon, dhimbja është rihapur më e fortë se kur. Ajo ka rrëfyer pengun e madh dhe pyetjen që Shpati kishte bërë para se të ndahej tragjikisht nga jeta. Selvia ka zbuluar se Shpati po bëhej gati të ishte pjesë e këtij edicioni të Big Brother. Shqetësimi i tij i fundit ishte nëse ajo do të mund ta përballonte vetë me mungesën e tij dhe kujdesin për djalin e tyre, Royalin. Patjetër do të kem 24 në 7 parasyve. Kishte qenë përgjigja e saj plot mbështetje, duke mos e ditur se fati do t'i ndante përgjithmonë. Në rreshtat e saj tronditës, Selvia tregon se deri në momentet e fundit kishte shpresuar se vdekja ishte thjesht një gabim apo një vonesë e gjatë. Unë prita deri në këto momente. Prita që të hysh në Big, sikur gjithçka të ishte vetëm një vonesë e gjatë, shkruan ajo, duke shprehur dhimbjen për djalin që po rritet pa dorën e të atit. Shpati u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare pas një sulmi në zemër, duke lënë pas një zbrasti të madhe jo vetëm në familje, por edhe te fansat që prisnin ta shihnin në ekran. Sot, mesazhi i Selvies shërben si një kujtesë se jeta është e brisht dhe se pas shkëlqimit të skenës fshihen shpesh drama njerëzore që nuk shuhen kurrë. Abonohuni për të marrë lajmet me të fundit nga showbizi shqiptar.